Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita Mënesi gjithmonë në DTV Media. E sot do diskutojmë për sportin e bocjas, i cili është një sport paraolimpik, i cili merret ka gjithmonë më shumë vëmendje në Kosovë, por po ashtu merret me motivim, socializim dhe mundësi për personat me aftësi të kufizuara fizike, dhe pikërisht për të diskutuar këtë temë kam nderin ta kem sot studio kryetarin e federatës Murat Murati, si dhe drejtorin sportiv dhe trajnerin e kombëtares së Kosovës në bocja Luan Cambra. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që keni gjetë kohë dhe më marrë sot studio me diskutu më shumë për këtë sport, dhe pikërisht gjatë javës së ardhshme ju keni edhe 4 vjetoren e formimit federatës, kështu që po fokusohemi aty fillimisht. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Federata para boçës Kosovës do të më datë 19 mbush 4 vite themelimi si institucion që e kanë themelu klubet e boçës Kosovë, por si sport ka filluar të luhet para 5 viteve, ku sot me neve është drejtori sportiv, njëri trajneri kombëtarës, por që ka qenë edhe ish kryetar i kësaj federate dhe themeluesi i federatës dhe i sportit të boçës në Kosovë. Më vonë në për studio tjera shpesh e marr mundin unë ta shpjegoj se si kanë lojtë e para, po me qenë se sot e kena prezent këtu, do të tregon edhe këtë punën e akullareve të boçës, do të tregon agjaroan versionin më të vërtetë dhe më të saktë se e ka përjetu vetë. Aja që du me e thonë për fillim është që në këtë 4 vjetor ne do të festojmë 4 vjetorin duke gjetur sportin e boçës në nivel tjetër nga ajo që kemi nisur. Jem një ndër federatat me thonë më aktive të parasportit në Kosovë. Mbajmë kampionat të rregullt, e kemi mbajtur vitin e kaluar kampionatin edhe ekipor dhe kampionatin individual, po ashtu edhe kupën e Kosovës. Kemi pasur 6 ekipe vitin e kaluar që kanë marrë pjesë me radhë 60-70 garuz, varësisht prej dikush ushtu, dikush tjetër për çështje shëndetësore s'ka mund me vazhdu garën. Këtë vit vlen përmendje që do të kemi deri tani të lajmëruara 8 ekipe që do të marrin pjesë, po ashtu e veçantë e këtij viti do të jetë që do të nisëm edhe ligën e femrave, do të për herë të parë ligën e veçantë të femrave në bocja. Ky sport është i përshtatshëm, i dedikuar dhe tejet i rëndësishëm për personat me aftësi ndryshe. Këta persona janë pjesë e jona, ne jemi pjesë e tyre dhe natyrisht ECN do të jetë e përbashkët, duke edhe në hapësirë të mjaftueshme për të treguar veten edhe në parasport. Për me fol më shumë nështë edhe për hapat e themelimit, ja këshum kalu fjallën drejtori sportiv Axhes Luan, i cili ne i thojna që është edhe baba i sportit boçës Kosovës, se ne ka thonë hapat e por, natyrisht tash boçja për çdo ditë po vjen të modernizu, karshi, për karshi dhe rrethonave në botë, lënë me përmend që jena të ndërkombëtarizuar, jena të pranuar me të drejta plota në organizatën botërore BISFED, e cila ka selin në Londër. Atëherë të kalojmë tek atë themelimit, se kanë qenë ato detajet më të mira. Po, ato që ceku Murati është vullneti 5 klubeve për fillim, për me themelu federatën, po që ka qenë interesant se kur kom inicu themelimin e sportit, fillimin e sportit boçës në Kosovë, s'kemi pas një huri kërkush për çfarë është sporti i boçës. Bile disa dhe shokët mje kërë kanë kërë çka është boça. Tash i vjen vakti, nina e marrin vesh se s'po dina çka është. Filloj me lexu pak më tepër për boçën, me hi kështu shkurt kur ka fillu, kush e ka fillu në krejt ato detajet. Themelohet federata normalisht me 19 maj 2022, themelon edhe federata tjera në nismën paralimpike, shkojmë me promovu sportet së cilit veçantë. Notin me promovu kishin çka, deti, kish pishina, basketbolin karoca me promovu shumë let, karozat, topi edhe palestra, sportet tjera që janë ping-pongu, tenisi, shigetaria, kredi kishin mundësit që dojna me bo kur s'dina boqën
s'kena topa, s'kena pajisje, s'kena kurgjë. Dalë në mbrëmje me shëtit pak. Aty në shoni një shitore, rastësisht sytë më shkojnë të topi i kaltërt ku është që aty, edhe i gjej, një të bardhë, 6 kaltërt, 6 kuq, thash ko me promovu këtu, thash, ajde hanë akullore dhe shpikë thëni topat, mos i lani, se s'ka nevoj mi la. Edhe i hajna akullore, ti mi topat edhe i mushi me zonë. Mirë po aje, ka pa ku ajo nuk porin. Si e gjushe një herë topin, 2 herë në parket, u dërthke. Mirë. Po, si do qoftë kemi fillu, që tash i kom që aty alo, është i mbushur me zollë të qysh atëherë. Po. Rinë, si kujtime që ka kam fillu boqët sportive, ndërso këto jënë topat e parë, jënë topa original të licencum prej Bisvedit, pa cilat tuk mundet më zhvillu loja. Këto prej Japonisi ka pru presidentja Komitetit Paralimpik. Njohëm Zajmini, unë gjitha herë këmë thonë, kemi do topa, 20 topa, masane i kemi bo 3, si federati kemi bli edhe 2 seta, i kemi bo një 4 seta 5, nëse s'gaboj, dikon topa jënë për zhvillimin e garave. Ato që kjo është ajo nisma e sportit boqës, me qka kemi fillu, ku kemi arrit. Dhe më thonë, tash po shpresojmë që këtë vit edhe vitet të ashme mu pajis duhet seta topave që për gara ndërkombëtare, po kemi edhe seta topave cilat shërbejnë vetëm për ushtrime. Që mundër më përdor, 1 javë ose 2 javë rase me shku në gara, mirën me topa original, ushtrohet që më marë ndjesia e topit original, pse është fusha luhet, sporti boqës kryesisht luhet, jo kryesisht, por 100% luhet në për ambientet mbylluna, palestra sportive. Edhe asni palestër nuk i ka dimenzionit apo rafshimin e njëjtë. Çdo herë ku shkon në gara, 2 ditë i ka ushtrime. Qatë palestër që me pa çfarë janë rrotullimet e topit në qatë parket, prej kësajna që ka janë këtu. Se kërkun nuk janë të njëjtë ato palestrat, edhe pse janë ato shumë më të reja se të na që janë. Tu gara, sa të shpeshta i keni? Garat në Kosovë i organizojmë, kemi fillu me organizu me 2 gjira, për me masovizu edhe vitin e kalum, është viti i dytë, apo, nëse s'gavoj, viti i dytë, është masovizu kur prej 14-15 sportistave vitin e kalum kanë qenë 30 e 33 sportista, si vetë po shtohet numri, po bëhet 60 sportista, që po ndahet edhe Liga e Femnave, që për herë të parë në një parasport në Kosovë, ndahet veçanërisht me lujtë femnat, veçanërisht mashkujt edhe luhet. Kjo në fakt e ka një rëndësi të për të madhe. Po, të për të madhe, po ju kushtojmë rëndësi edhe sportit për femna ma shumë, se në gara ndërkombëtare ka edhe peshën e vete ma shumë. Ekipore, kur lujnë, qifte kur lujnë, du të me konë një mashkull një femën. Edhe në ekip, kur shkon 3 vetë që lujnë, aty duhet me konë 2 mashkull një femën. Çdo herë është femnën prezente në sportin e boqës në çdo garë. Kështu që na rastësisht jënë bo numri, edhe na jemi të kënaqur që po fillojmë edhe me sportin në sportin e boqës, mi kushtu rëndësi edhe zhvillimit të sportit boqës përmes femnave që do t'jenë pjesë e garave sportive. Në fakt, gjatë viteve që ka rritë goxha interesime, përmendet që numri drastikisht është rritur. Po shumë drastikisht është rritur prej 14 lojtarëve, 15 dikun kur kemi fillu. Faktikisht janë konte evidentum të 31, po kushtet nuk kanë leju për pjesëmarrje në gara, me ndrimin e kryesisë, ardhjes të kryetarit Murati në krye të federatës, janë kriju kushtet që zhvillimi i sportit të ketë mbështetje më të madhe, edhe është rrit numri. Vitin e kalum 33, si vjetë 60, na po frigohemi një herë edhe prej numrit kër është i madhë, që është dojna me jabo me pajisje. Po, për ata do të më organizu më ndryshe, janë ato sfida, ndoshta që me të vërtet si ekip, si federat, se cilë janë bështet një tjetrin, dhe kjo... Për fat mirë, po thëmë, unë e marrë dhe vendin ku e kom dasht sportin,
mira vetëm me sport, ndërsa organizimi i mirëfillt në krye me kryetarin Muratin, por na shkon edhe pse unë jam pjesë qasoj ekipe, po shkon shumë mirë, kështu që janë rreth, nëse s'gaboj 20 vjet, 15, 16, 20 vjet gjatë organizimit garave. Po, parafarsisht në staf, duke përfshi stafin sekretarin natyrisht edhe stafin e sekretariatit, referet, klasifikatorët, pjesën e trajnerëve, të kombëtarëve, njerëzit vullnetarë që vinë me na ndihmu për cilësat, sillen rreth 20 persona që në secilin turne apo challenger që organizojmë në nivel vendor, do të morrim pjesë dhe morrim përsipër obligime që me qenë sa ma të përshtatshëm për personat me aftësi ndryshe. Vlen theksohet që ajo që kemi bo vitin e kaluar dhe që ka qenë kërkesa ime, ka qenë që ta kthejna besimin të kjo shtresë e njerëzve që një institucion i mirëfillt, një federat parasportive do ta trajton edhe do ta dëgjon secilin. Mota jonë ka qenë që dëgjojmë referet, lejtarët, klasifikatorët, punëtorët sportiv, trajnerët, dëgjojmë edhe donatorët dhe në fund vendosëm bashkarisht dhe kemi gjetë besoj rrugën e suksesit, rrugën e mirë. Ka interesim të jashtëzakonshëm të personat me aftësi ndryshe që na lajmërohen ne natyrisht i delegojmë tek klubet sportive, sepse nuk mund të marrësh pjesë direkt tek ne se është ashtu organizimi i bërë. Këtë vit e kemi edhe një kampanjë që tash kemi me fillu, krahasim me vitin e kaluar, në fakt 2 programe, 2 projekte të reja, të cilat do ta shtyjnë edhe më hapshëm sportin e boqes. E para është kampanja secili lojtar me një set topa, që do të punojmë shumë që në vitin 2026-2027, do të në këto 2 vite, deri në fund të vitit 2027, të mos mbetet asnjë lojtar pa pas një set topa. Natyrisht jo të gara, po të stërvitjeve. Vlen theksohet që këta topa, një set i topa është 6 kuq, 6 kaltër dhe 1 gjek, që është i bardhi, dhe kostoja është sillet prej 480 deri në 550 euro me orë të licencuar bisfedit, ndërsa këta setat e stërvitjeve rreth 200 euro mos gabofsha, varësisht në Pakistan ku është edhe fabrikat që kryesisht mirën për këta të stërvitjeve, çmimet janë bejagit lira, po kosto e transportit dhe dogana e rrisin është ajo po problematik po që gjatë rrugës. Po. Prandaj bën edhe të vështirë që secili pjesëmarrës atë, secili lojtar me pas setin e tyre. Ne kemi kampanjën dhe bashkarisht me bizneset do të punojmë fort me stafin ton, kemi filluar një kampanjë ku jemi duke kontaktu biznese dhe përmes ligjit sponsorizimit, përmes mbështetjes tyre, jam i bindur që këtë kampanjë edhe këtë zotim që kemi marrë edhe para lojtarëve, nuk ka zotim që po dojna me marrë për me tregu që neve jepëm premtime të mëdha, po është çështje elementare e parasportistit që ti ketë topat e vet dhe BC3-shit në vitin e disa rampa, sepse do ta shpjegon Xhaluan mandej që shluhet BC3-shi, rampa dhe helmeta, dhe natyrisht në kjo është projekti i parë. Projekti i dytë është që këtë vit i hyrë me bindjen më të madhe, me bindje për të punu fort, për të angazhu fort, që Kosovën, parasportistët tonë, ta shijojnë garën ndërkombëtare. Tashme veç jemi aplikus në 2 turne, në turniun e Polonisë dhe në turniun e Italisë. Do të morëm pjesë 2 turne të cilat janë të vlefshme, për me mri pika, fillimisht në pjesëmarrjen këto 2 turne, e fitojmë të drejten me automatizëm që vitin tjetër të marrëm pjesë në Kupën e Botës, edhe edhe të Evropës edhe të Botës, pra që vitin tjetër parasportistët tonë që ecin me rrotë, do ta përfaqësojnë Kosovën e do ta dërgojnë flamurin e Kosovës në gara ndërkombëtare, ku do të jenë gjitha shtetet evropiane dhe shtetet botërore. Dhe e dyta, këto turne janë të vlefshme për me arrit pikë që me llogarit edhe me fitu të drejtën për pjesëmarrje në garat Los Angeles 2028, të cilat janë ëndër secilit parasportist, e që ne synojmë, e shpresojmë që do të punojmë fort edhe në aspektin e menaxhimit
efikas të fondeve publike që na ofron nga Ministria e Kulturës dhe fondeve publike po ashtu përmes partneritetit publiko-privat që është me ligjin për sponsorizim, si dhe natyrisht edhe Axhalan me kolegët e tij, trajnerët, do të punojnë cep o cep, siç kanë punuar dhe vitin e kaluar, nga Mitrovica Veriut deri në Kaçanek atje, do të punojmë cep o cep me parasportistët tonë që të përgatitëm, ta bëjmë një përzgjedhje meritore që natyrisht unë si kryetar nuk do të përzihem në çështjet sportive sepse janë këta që mirën me çështje sportive, do të ndjekin lojtarët në paraqitjet e tyre në lojrat vendore. Prej këtu i bëj thirrjes gjithë lojtarëve, këta 60-70 sa kanë me marrë pjesë, që respekti për secilin është maksimal, e reciprok për secilin e i barabartë, por asnjëherë nuk ka nevojë më kontaktu për çështjet kombëtare, se për çështjet kombëtare kanë me vendos trajnerët sipas meritokracisë, se prej këtyre vlen theksohet që veç 3 kanë me shku nga ora ndërkombëtare, edhe në këtë rast do të më gjetë në cilën kategoria, BC1, BC2, BC3 apo BC4, e kemi ekipen ma të përshtatshme për me mri rezultat. Po, dhe përzgjedhja është ashtu moment, Përzgjedhja... Goxha du të me shikua dhe detajet, e kështu. Po, rezultatet në gara vendore kanë me tregu edhe kanë javu pak ka shumë rrugën më të lehtë, po ka edhe finesa, detaje që gjatë stërvitjeve i shef trajneri, na çështje as nuk jam përzi ndonjëherë, po as nuk do të përzijim asnjëherë, kushdo që tjetë edhe ndërsa unë jem kryetar, edhe nëse vjen ndonjë trajner tjetër për ndonjë kategori, momentalisht e kem kryetrajner Axhalan, po natyrisht do të mundohemi me gjetë edhe persona tjerë që më ndihmu, sepse ka nevojë për ndihmë, se Kosova është gjën, lojtarët janë tana specifika, persona me asi ndryshe, dërë një trajtim pak ma të veçantë se sa një sportisti. Nuk mundesh me një mesazh, si ku në futboll, me thonë, kena me shku në kombinacional Hajvali, nëse kena me luaj futboll në ora 16, ata vinë në ora 15. Se sportistët ashtu e kanë. Te persona me asi ndryshe, edhe koha e informimit, edhe kushtet, edhe të na vlen theksohet, edhe u bëj apel institucioneve, Ministrisë të Rinisë dhe Sportit dhe komunave të Kosovës, kur fillojnë me bo projekte në ndërtim të sallave sportive, ju lutem keni parasysh qasjen për personat me aftësi ndryshe. Dhe jo vetëm në sallë, po edhe në tribun, ata dojnë me konë pjesë e sportin përgjithësi. Mitrovica është qyteti basketit, Ferizaj është qyteti handbollit. Personat me aftësi të kufizuar meritojnë me pas qasje të lehtë, të shkojnë e të shijojnë edhe si tifaz ndeshjet sportive në nivel nacional. Ju bëj thirrje institucioneve këtë gjë të paktën në sallat e reja tashmë ta kenë prioritet e standard, e në sallat e vjetra është e mundshme me rishiku projekte, me kriju një qasje, me bon dykon ndonjë lef, dykon ndonjë modifikim, pra është shumë e rëndësishme. Kjo nuk është kërkesë e imja, kjo është kërkesë e këtë parasportistëve që ne në baza javore takohemi e bisedojmë për nevojë dhe për kërkesat tona. Atëherë desha të fokusohem tek këto kategoritë, pra BC3-shin e përmendëm. Po filloj për e fillimit, se sporti i boqës ka fillu faktikisht vitin 1958 prej neurologu, doktorit italian Antonio Mogini, me paralizën cerebrale, që t'ju mundësoj atyne të lujnë boqën. Paraliza cerebrale datë shumë, mirë pa i ka datë 2 grupe, BC1-shin edhe BC2-shin, cilat janë me dantime me atleta dhe matrande. Mirë po gjatë kohës, është rritë interesimi që zhvillohet sporti i boqës edhe ma shumë. Gjatë evolimit të kohës, boqa fillon më lujt edhe në BC3 e BC4. Do thotë në BC1 kryesisht e lujnë paralizat cerebrale, ndame me dëmtime me atleta dhe matrande, me përcjellës edhe pa përcjellës. BC3-shi është specifike lojës, është që lujnë personat të cilat kanë dëmtimin e 4 gjymtyrëve trupit. Ata lujnë vetëm me kokë, varësisht për lëvizshmërisë kokës, e lujnë kanë pjesë shtesë helmetën, apo e kanë edhe shkopin e gjatë me gojë. E lujnë, varësisht për dëmtimit cilët është, që është
lojtari i cili kur shkon në gara dikun duhet mi pas gjithçysh 3 vetë. Është asistenti personal, asistenti i sportit edhe vetë lojtari. Do me thonë shkojnë 3 vetë. Asistenti sportiv është ai cili e bën rampën, helmetën, i rregullon, edhe nuk shikon ka fusha. Është interesant ajri në këtë pozicion, fusha është mrapa, edhe çati thot lojtari që të topin ma nalt, ma poshtë në rampë, dredhe rampën, majtas, djathtas, fusha ku ekziston, zgudzon me dalë rampa, duhet me konë 2 mm, 3 mm mi tokë, që mos me prejkë në tokë rampa për shkak lëvizjes topit, edhe aty e merr shpejtësinë, masa ndajmë varsisht çka ka me rregullu në BC3. BC4 mos të metin bërç, ata janë pa përcjellsa, janë mundër me lujt gjitha kategoritë lëndimeve të boshtit kurizor, paralizës cerebrale, distrofia muskulare, shumë ka edhe diagnoza tjera të cilat mundet me lujt. Kryesisht duhet me konë gjithë, duhet me konë përdorus të karocave apo karigeve me rota, që dhe qënë ma e letë, ma e kapshme. Duhet me konë përdorus i qasoj karige për me mujt me lujt sportin e boqës. Nuk mundën me lujt është edhe BC5, i cili është sport rekreativ, cilën mundën me lujt edhe na, ullëm bashkarisht, për në një ekip duhet me konë një person me aftësi të kufizume, edhe 2 mundën me konë, unë e Murati, njënin me pasën e mes me aftësi të kufizume, me konë gjithçysh lutë si sport rekreativ. Cili po tentohet me u fut në garë sportive, po s'po mundet për shkak që do të ishte masë vizive shumë ma i madhë, mëse nëjës është sporti ma i lehtë më lujt për personat me aftësi të kufizume. Nuk është vetëm sport, nuk ka vetëm fuqi, boqa duhet më përdor pak. Une për vetja thom kështu, duhet më përdor fizika, matematika, geometria. Thonë, kur e hudh topin, sa ko me gjuh largë, cëllë është pesha topit, cëllë është mundësia e hudhjes topit, peshën specifika, geometria vijën ku duhet me këqyra atje, fizikat e pesha dhe specifika, matematika besoj me llogarit. Nëse i ka 3-4 topa për para, a mundet me fitu edhe një mi bo 5 pika, apo s'mundet mi bo, e mundet mi hub krejt, në një top. Atë është ajo pjesa e menqurisë, përdorës matematikës, përdorëzoj një top nuk po du me gjujt. Po dhe shkathësisë të është që për me mendu atë shpejt për... Që shpejt duhet me mendu, unë i kom 3 pika atje, se 2 topa janë ma largë, i kom 3 pika, e të 4 të spegjuj se muj me dështu, kështu unë përdorëzoj një top, a i top regjistrohet minus 0,3 pik negativ, po është minus 0,3 pik, do me thonë duhet mi dorëzu 10 topa për mi marë 3 pojnat me hjub, duhet mi dorëzu 10 topa që nuk ndodh ajo kur. Kështu që kritjan që ato, unë e thonë, ajo është, për pos sportit, është rehabilitim, fizik, psiqik, është social, njëfton njerëz të ri, shoshnohet me njerëz të ri, shkëmben ide, mendime, sportit, edhe qka duhet me kone edhe vetë shtyc i vetë vetës, jo me të shty dikush, po me konë shtyc i vetë vetës, që dihet kur shkon në gara ndërkombëtare, në kupë të Evropës, kupë të botës, pse jo edhe lojna paralimpike, let mundet me orë të një medale, ta vonë që duhet me konë një sportist, edhe pse është person me aftësi të kufizume, mundet me tregu nivelin e lartë të aftësisë. Po, pikërisht, sepse i përmendëm ato specifika, cilat me të vërtet, kemi personat me aftësi ndryshe, janë ata që edhe nuk do të mu demotivu për gjendjen e tyre, pra munden me arrit diçka, pavarësisht gjendjes tyre shëndetësore, munden me arrit çmime ndryshme dhe largohet edhe pak ajo monotonia. Pra vetbesimi rritet. Krejtën ato rjedhoj që shkoj si lumi, rjedhin krejt një pas tjetës, për sanej. Vetbesimi, socializimi, aktiviteti, lëvizshmëria, edhe shkon ndoshta në një formë, kur fillon më marrë me sport deri te gara, përfundimisht deri te gara kur vjen, është një lloj joge, e cila rrit vetbesimin të personi me aftësi të kufizume. Po, pikërisht edhe në anën psikologjike, pra në shkatësi. Pikërisht është, joga është ajo që të rrit vetbesimin që
Ko me arrit diçka sukses, nuk është e pamundën. A keni pas ndoshta komete nga parasportistët që ju i keni trajnu, cilët ja u ka përmirësu jetën ky sport? Po, ka pas. Ka pas është ky djali i Mitrovicës Armendi. Ma e tregon një histori të vetën. Është interesant, ai nuk ka dalë. Kanë ardhur Mitrovicë me jetu prej fshatit, mirë po nuk e kanë njoftë shumë njerëz. Me fillimin e ai ka shkruar edhe një koment dikun faqet vetën të Facebookut. Ka shëtit shumë në për Kosovë, Lipjan, Ferizaj, ku kena mojt Prishtinë, këto aktivitete, Mitrovicë. Ka shëtit shumë dhe kam njoft shumë njerëz tjerë. Do thonë, ka fillu prej tina, e tjerë sigurisht janë edhe që nuk e shprehin ato, pa e ka fitu guximin me shpreh. Që do më thonë për herë të parë, kur marrë me sportin e boqës, ka fillu me dalë, me taku me njerëz. Pra ka ndiku një mënyrë goxha pozitive në jetën e Shumë pozitive, tij. s'është dhe të maj ka edhe tjerë, po... Po, këto vëshon tek interesimi, në fakt, që po rritet interesimi para sportistëve, pero atëra ajo ka ndiku edhe po shumë anë pozitive të kësaj. Po, sigurisht është anë pozitive, sporti është shumë pozitiv. A përmendin të sportistat, normal thonë gjysma shëndetit është sporti, o në thonë edhe gjysma tjetër është tek personat me aftësi të kufizuar. Po. Kisha me thonë që këta persona me aftësi ndryshe ju rritet edhe vlerësimi në shoqëri, ju rritet edhe natyrisht përmes të besimit. Unë jetoj në qytetin e Lipjanit dhe vlen më përmend që vitin e kalum Kupën e Kosovës se ka fitu klubin nga Lipjani, ndërsa kampionatin Llapi nga Podujeva, që kanë qenë të dyjat, në të dyjat kanë qenë finalistat të dyja, dhe kanë mundur njën e tjetër me një rezultat shumë të ngusht, ka qenë me nga një poen diferenca, dhe di që gjatë javës që kanë fitu kupën të këta sportistat e Lipjanit, vetë kam hasur në për kafeteri, dhe lojtarët, me thekë dhe qanë Fadili dhe Hafizi, cilët dolin në për qytetë shëtitën, e kam pas në ashta rrugën shumë gjatë, një shes që ditëve tjera e përshkrujnë për 2 minuta 3, atë ditë në ashta ju ka bo një orë përshkrimi rrugës, që ju në njerëzit, të i përshëndet, të i ru, të i thonë shumë mirë si Lipjan që kena fitu, dhe tëtë ka qenë mediatike edhe ka qenë shumë interesante për ta. Edhe kjo është vetë edhe e bukra e këtij sporti, që një shoqëri e cila në Kosovë shpesh është quajtur edhe si grup i marginalizuar, që në fakt nuk do dohet të jetë ashtu, sepse thash edhe në fillim të këtij programi, ata janë në mesin tonë, ne jemi në mesin e tyre, dhe është ka njerë thëmë, ne me fat që na ka ra mundësia edhe kemë fatë madhë që punojmë me një kategori të tillë, sepse aty e shef çka është dashuria ndaj jetës, çka është dashuria ndaj sportit, çka është dashuria e vërtet pa kushte. Por në aspektin sportiv sa dhe kemë këtu drejtorin që ma shumë do të flet, unë dua të falenderoj Ministrinë e Rinisë dhe të Sportit, që ditë më parë kena në shkollë dhe memorandumin e ku kemi një rritje të buxhetit për këtë vit për 50% në krahasim me vitin e kalon. Po, pikrisht të kjo doja më fokusu, tek bashkëpunimi me institucionale. Po, është viti 3 radhazi që ne përfitojmë do të thotë nga buxheti që ndahet për federatat parasportive. Por 2 vitet e kalume dua të falenderoj Komitetin Paralimpik të Kosovës që përmes tyre kemi përfituar për shkak që nuk kemi mujtur direkt për shkak të licencimit, tashmë janë pjekur kushtet dhe kemi përfituar direkt dhe kemi nënshkruar memorandumin në javën që lan pas. Po ashtu dua të falenderoj edhe për mbështetjen e vazhdueshme dhe donatorët të cilët na kanë mbështetur, janë Kosova Asfalt, Univers Farm, Ujë Rrugova dhe me thekë dhe vetë qanë duhet të falenderoj edhe mikun tim, biznesmenin e humanistin nga Ferizoja, Gënë Zhinipotoki, i cili edhe aj, na ka mbështetur, na ka qëndruar ofër gjatë rrugtimit tonë, sidomos në këtë vitin e fundit, prej se kemi fillu edhe mandatin si menaxhment i ri i federatës. Qëllimi jonë edhe angazhimi jonë është që të arrisim cilësinë në nivel vendor me qëllim që
kur e rrisëm cilësinë në nivel vendor, trajneri dhe trajnerët tjerë që do t'i bashkohen federatës me kisha me thonë bërëm të lojtarëve me çka kanë me luftu në gara ndërkombëtare. Është shumë e rëndësishme që kur shkojmë atje me mbledh pikat e nevojshme. Po ashtu vlen theksohet që në këtë vit prioritet do të jetë edhe ngritja e kapaciteteve të trajnerëve. Vitin e kaluar e kemi pas prioritet ngritjen e kapaciteteve të referëve, që vlen mu përmend që në gjithë atë organizim me shumë xhiro të luajtur mes tyre, asnjë ankesë zyrtare nuk ka qenë ndaj referimit. Pra, kanë mërri me orë në pajtim derisa 2 palët janë pajtu për vendimin që e kanë marrë gjyqtarët, sepse motja shumë interesante, motja milimetrike, nga njëherë duhet me motë edhe me bateritë të veçantë. Të thotë, motja shumë milimetrike se gjuhët topit gjek që është i bordhi, këta synojnë më afru sa ma afër topit bordh. Dhe ka topa që janë aq afër sa që edhe me bateri duhet me bo motjen. Edhe ne kemi mërri që këtë këtë lojë, me vitin e kaluar kemi pas një kompani profesionale që i ka gjeru këtë lojë me qëllim që me qenë përgatitur nëse kemi ankesa për afërsisht kur e ki nqizimin bili deri dikon me mujt me trajtu si ankesë me trajtu çështjen, edhe pse në këto raste edhe për kamerës në është edhe një komision që kemi themelu shumicën e rasteve do dohen ashta edhe më dhon të drejtë më shumë referëve për shkak që gjendja faktike dhe gjendja përmes kamerës është pak e vështirë mu krahasu, po megjithatë ne kemi bërë si hap të tillë. Këtë vit do t'i trajnojmë trajnerët më shumë me qëllim që mu rrit numri i stërvitjeve në përvende, duke shpresuar që komunat kanë m'javë kriju kushtet klubeve, m'ju kriju hapësira për stërvitje. Po, pikërisht tek duhet ta dinë edhe komunat, edhe drejtoritë që mirën me sportin në secilin komunë. Nuk është sport vetëm volejbolli, basketi e tjerë. Sport janë edhe këta persona. Bili do duhej me i trajtu me prioritet shtumë. Se duke në gjithë nështë këta në kohën verore dhe më gjithë një kohë matë përshtatshme kur është temperatura me ullë. Kohër dimërore po ashtu më gjithë një kohë matë përshtatshme kur është temperatura pak matë në ullëta. Sepse këta janë persona me aftësi ndryshe dhe natyrisht që dojnë një trajtim pak ma të veçantë. Unë du me besu e du me shpresu shumë që viteve në VM si shoqëri, si institucione, me qenë niveli i gatishmërisë edhe më i madh për të përkra këtë kategori. Po ashtu, përmes kësaj studio, ju bëj ftesë gjithë persona me aftësi të kufizume, që po na shohën, ne nuk jenë pjesë e Federatës së Boqës, si janë pjesë e parasportit të Boqës, me theks veçantë familjeve të tyre, rrethet të tyre shoqëror, që të adresoni se cilin person të bëhet pjesë e parasportit, natyrisht me prioritet të vinë tek Boqja, por në rast që ju pëlqen edhe një sport tjetër, janë sportet tjera aktive para volejbolli, basketin karroca, parashejtaria, para tenisi, janë sportet për të verbër, është para ping-pongi, pra të bëhen pjesë e kësaj lëvizje paraolimpike, sepse jo vetëm që du të luajnë sport, ata do të krijojnë ura të reja të komunikimit, ata do të socializohen, ata do të ninë veten më të vlerësuar në shoqëri, sepse ashtu do ndodhë përmes rezultateve konkrete, e dikush prej tyre edhe do të shihen gara ndërkombëtare që është e mira e kësaj sepse nuk ka më mirë se sa me dal edhe me shiju gara ndërkombëtare, me përfaqësu vendin tënë e me dërgu flamurin e Kosovës në përfaqësim ndërkombëtar që siç janë persona të veçantë këta, edhe diplomacia është e veçantë, edhe janë si ambasadorë veçantë të shtetit tonë të ri në arenën ndërkombëtare. Po në fakt sepse në arenën ndërkombëtare, nëse vojmë të atëherë krenaria dhe vlera e shtetit tonë në një mënyrë rritet. Absolutisht, kjo është edhe qëllimi jonë, puna jonë që e bëjmë çdo ditë, është që ne përfaqësojmë sa më mirë. Po, në shumë fusha të artit, sportit, ndryshe, Kosova e ka mri goxha disa arritjet mëdha në fushën ndërkombëtare, por edhe te kjo pjesë, atëherë
Kjo do e kishte një taks kështu ma të veçantë, do të ishte ma e veçantë në qoftë se do kemi në arenën ndërkombëtare arritje tona edhe në tek sportet paraolimpike. Prej paraqitjes me ekselencë të Malida Kelmend dhe gjithë të tjerë sportista, kjo do të ishte një vlerë e shtuar që edhe njerëzit me karocë po dolin në arenën ndërkombëtare, janë motivuar nga këta të tjerë dhe sportistët e tjerë që në të kaluarën kanë posë fotin dhe kanë qëlluar në një periudhë kohore me punën e angazhimin e tyre i kanë sjellë medalje Kosovës. Pse jo dhe ne t'i sjellim nga ndonjë turne apo nga një kampionat medalje të Kosovës që do të ishte jashtëzakonshme edhe për breza të tjerë që nuk janë të involvuar, por që të involvohen të ardhmë në parasport. Dua të falenderoj edhe mediat, të cilët çdo herë janë të gatshëm dhe krijojnë hapësirë që ne ta promovojmë këtë sport, se qëllimi jonë është të promovojmë e të trokosëm në ato dyrë ku ne s'mund fizikisht, por përmes rrjeteve sociale, përmes mediave të mrin adresimi jonë në secilin derë ku kemi persona me aftësi ndryshe kudo në Kosovë. Pikërisht. Desha të kaloj tek disa specifika, tek jo për specifikat e stërvitjeve, pra si organizoni, si duket ajo të federata juaj? Po, shkojmë aty ku ka klubi i cili ka përshtatshmëri, e gjenë shkollën apo ato, edhe ata që janë në gara, po ne kemi krejt 2, 3, 4 këto të garave që s'mund me i përdor vetëm për gara, po i lojmë se s'kemi ma shumë tjetër, kemi 1-3 seta topa për ushtrime, duhet me i bajt me veti ato. Po. Edhe çdo herë shkojna normalisht të ai që don me ushtru, ja caktojna një ditë 2 orë, 3 orë, jo me caktuar 1 orë edhe u kryo. A ditë ko me shku një javë një herë, ndoshta është fillimi, dhe këto që e tha Murati për para, anë përmes studios ty i bëj apel gjithë studentave të Departamentit Kulturës Fizike, studentave që të vinë të fillojnë të mirën edhe ata me sportin e boqës, të jenë trajner të parasportistave, se cila tavolin duhet me pas trajnerin e vetë në gara. Për momentin janë 2-3 trajnera, ajo 6 klube, tash po bëhen 8 klube, dhe duhet me pas se cili klub trajnerin e vetë, se cili lojtarën BC1 duhet me pas trajnerin e vetë, BC2 trajnerin e vetë, se cili lojtarë që lunë, BC1 duhet me pas trajnerin e vetë për shkak specifikave tina cilat janë. BC2 duhet me pas asistentin edhe trajnerin e vetë. Do thot mundet edhe trajneri i BC1 me bua edhe me BC2, është e njëjta diagnozë mirë, po specifikat e hudhjes topit janë ma tjera. Te BC2 është pak gjendja është ma e ranë zhvillume, lëvizja e durve është ma e dopt, edhe mundësia e hudhjes topit është tjetër qysh. Te BC1 dushaje u topin e gjun, me bo me gjut me gurit a the kryt. Po më shaka kjo, ajo është qajo forcë dalimi mes këtyne dyve, që ajo nuk vlen për treneri, duhet me konë edhe psikolog një kohë, që me i pas të dyjat parasysh. Janë ato specifikat e trajnimeve, nga njerë duhet mu ullë edhe në tokë treneri, për me arrit qëllimit hudhjes topit të lojtarit. Me i bo disa pengesa, gjatë hudhjes topit, ku mundet taj që thjesht me ja zhvillu trunin, me zhvillu mendësin, jo trunin, po mendësin e lojtarit, ku ka me hudhaj topin. Përmes ja cakton disa pengesa që me aji me arrit të gjeku, qysh me arrit. Të BC3 është specifik ku duhet me lujt, duhet me ja spjegu lojtarit, fillimisht lojen, rampën, dispozitat e rampës, edhe shpejtësin e topit cila mrin shpejtësin edhe largësin e topit prej nivelit rampës. Rampa është një pjesë, kështu këtë formë diçka është, edhe ajo nalësia, shtrembimi i rampës
hudhja topit shkon ma larg ose ma afër, ato duhet m'ja spjegu. Masandaj ai lojtari e cakton vetë. Është ajo shtresa kur rrin topi, dhe ajo me gisht ose me atë gojë ose me këto e shtyn, ose në fund edhe veç me gisht vetin, që s'mundet me majt as lugën, as helmetën, atëherë ajo me gisht e shtyn topin. Mirë po ai duhet me tregu ku me qu topin, sa me qu nalt, sa me ull rampën, a me këthy majt, djath, që aty është punohet me lojtar ma shumë. Te këta qëtër qysh luhet, punohet me BC1, BC2 dhe BC4, ndryshe punohet me BC3. Pra ndaj për secilin kategori, dështë duhet trajneri e veçantë, dhe duke marrë parasysh që vitin e kaluar, referët i keni përmbush pra vendet, po besoj që edhe këtë vit ka mu përmbush edhe ki... Po edhe pjesa e trajnerve që cilëve duhet me shpjegu specifikat e se cilit lojtar, që mundet një trajner në një komun, në një klub, mu marë me gjithë poshtë me rëndësi me pas BC3-shi trajnerin e vetë. BC1-shi, BC2-shi, BC4-shi, gjithat kanë bojnë me hudhje me dur, ndërsa BC3-shi jënë 3 elemente me cilat mundet mi përdor për hudhje topit, rampa është ajo kryesorja cilën ai duhet me drejtu vetë. Dhe më thonë, me marë një pasqyrë që trajneri s'ka me guxu mrapa mu këthy. Mirë, po gjatë ushtrimeve, gjatë sesionit të ushtrimeve, trajneri i bon domatje. I bon matje me cënë lartësi edhe cëllën pjerin, shkon topi ma largë, ku shkon ma afer, edhe që ato mi a spjegu lojtarit, masanej që lojtari në të ardhmën me drejtu vetë rampën. Pikërisht edhe keni disa orë caktume, pra edhe koha mjafton për të shpjeguar që këto ndoshta. Ka kohë mjaft për një shpjegu se nuk punohet në sportin e boqës, nuk punohet me një orë apo me një ditë, po punohet rjatëshëm. Në vazhdimësi. Në vazhdimësi punohet. Për momentin, po thëmë, jemi 2-3 trajner shëtisin, po tash... Vlen theksohet që në kompin e fundit, që e kemi mojtur në Slatin, e kemi pos një kam që kemi fillu një trajnim bazik me disa trajner, që e ndikon për afërshërë 10 për e tyre, po të cilët në këtë vitet kemi prioritet. Naturisht ne kemi mojt ciklet trajnime edhe me refer, sepse regullat të bisfedis dhe hervin duke u modernizu dhe na duhet me ndjek hopin, kemi mojt trajnime edhe me klasifikator, për prioritet këtë vitet të kemi trajner. Me qenë se kemi prioritet gore ndërkombëtare, prioritetet të kemi trajner që sa ma shumë me i angazhu, jem duke bo përpjekje me sjell edhe një trajner nga Kroacia ose nga një vend tjetër i rajoni që është trajner ndërkombëtar, jem komunikim vazhdueshëm dhe besoj që do ta sjellëm, po edhe nëse ju e kemi Magjendoani, cili është trajner nga ndërkombëtarët, nga kroatët i trajnuar, po ashtu edhe Fadil Behluli, janë këta dy momentalisht që janë të trajnuar nga kroatët. Vitin e kaluar në janar kemi posur një punëtori ku edhe kemi trajnuar klasifikatorët, referet dhe trajnerët, ku Federata Kroate ka ardhur me lejet bisfedit, patjetër, ka ardhur dhe na ka facilituar dhe ne ka pru trajnerët për Kroacisë që ne ka dhënë do të hopat e porë drejt zhvillimit modern të sportit të boqës. Vlen më përmend, këtë vit kemi me posë edhe trajnime edhe për ngritit kapaciteteve organizative të klubeve sportive, me qëllim që sa më shpejt me ngrit kombë dhe klubet sportive që me qenë barabarta me tregun, me klube tjera. Natyrisht në hopat e porë, në fillet e pora, kemi probleme për mëndrëshme. Po këto probleme nuk jemi këtu për fosë shumë, sepse nuk dojna me u viktimizu, se vetëm viktim nuk jem, po jem në rrugë të drejt që me këta persona që kanë vendin e vetë caktuar në shoqëri edhe në komunitet, ta mbojnë vendin që e kemi edhe ta avancojmë me vendin që na takon. Duke marrë parasysh rrjetën se si keni filluar dhe avancimi juaj, duke se vullneti nuk është ndalur kurrë, kështu që për ata dhe keni pas suksese.
nuk mundesh me ndalë edhe vullnetin edhe angazhimin kur në natën e një festa, siç është në vit i ri ose festat fetare që kena në qenë si mbi 90% popullsisë muslimane, vinë me thujse qindra mesazhe prej persona me aftësi ndryshe që janë para sportistë, familjarëve tuaj, me ta uru ditëlindjen, me ta uru festen, në fund kur t'ja thresh faleminderit, kur do takohemi, ta bojnë edhe një pyetje shtesë, që kur do të takohemi, do të çdo herë jenë në një presion pozitiv që ata kërkojnë sa më shumë angazhim në këtë organizim, i cili nuk është as pak i lehtë, them të drejtën, vynë me orët tona, nga njëherë shfaqja është 8 orë, e fillojnë në ora 10 e përfundojnë në ora 18, edhe duket që për 8 orë ka i lehtë ky turnir, po para turnir vynë me ditë tona më herët edhe më pas me punu për me i do të edhe shumë muaj stërvitje. Stërvitje mos flasëm, po flasësh në aspektin teknik, ne si staf vynë me ditë tona duhet me posë të kujdes në secilin detaj. Për shkak që kudo që lën keq, holl ka nuk hec. Unë jam tejet i lumtur që kom pos mundësinë që në këtë organizim me punu në avancimin e saj dhe jam i bindur që në secilin vit dhe sot jam, në këtë rast i kemi 3 vjet të mandatit, do të mundohem me bo sa më efektiv menaxhimin e federatës konform interesave dhe kërkesat para sportistëve. Në momentin që e shoh që nuk po ecim tutje, pse jo kena me këshyr me gjetë dikush që ka vullnetin e angazhimin. Derisa nuk humb vullnetin e dëshira, natyrisht kam qëndru stojek edhe kam luftu në këtë rrugë. Por asnjëherë nuk do të jem komod me ndal këtu ku kemi mri, po çdo herë do të jem luftaran këtë punë që me qenë stojek në rrugën, sepse kjo rrugë ka punë shumë. Para mendoj na po flasum veç me një kategori me shku në 2 turne. Po. A natyrisht ne kemi 4 kategori të gatshme me shku në turne, për arsye pse s'mundja me shku është në një turne. Këtu në rajon e kom fjalën, në Evropë, se mos flasim për Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera më larg. Në një turne kostoja për me marr pjesë me 3 sportista, me përcjellësat, me trajnerët e nevojshëm, me stafin adekuat, varian prej 20 dhe 25.000 euro. Pra është tejet e kushtueshme. Prandaj ne jemi ndalë veç në këto 2 ekipe, a faktikisht në këto 2 turne ne kishim mund me marr pjesë me 8 ekipe. Do të 4 ekipe në garën e parë, 4 ekipe në garën e dytë, po ne jemi të obliguar për shkak të kostove financiare, që s'mundem ja dal me marr pjesë minimalisht me një ekip. Po. Kjo është ajo, mundem me thonë, ana të cilën e kemi para sportistët pra shumë të gatshëm për me vazhdu, me konkuru, por do të me bukë si kompromise. E mendoj që këto vitet e para do të jenë një kompromis e dhimshëm, që do të me zgjedh mes kategorive cilin për zgjedhëm, por jam shumë i bindur që pasi dalëm në arenën ndërkombëtare, komuniteti i biznesit do të na jep një shtytje më të madhe, kështu ka ndodhur edhe me vende tjera, edhe vende tjera të rajonit fillimit i kanë pas vështira, por momentin që shihen frytat e punës, mandej edhe biznesi përmes ligjit sponsorizimit është më e lehtë, me të mirë kuptuar, me të mbështet, sepse qëllimi jonë është që sa më shumë para sportistë të Kosovës të shijojnë gara ndërkombëtare me qëllimin e vetëm përfaqësimin të drejtë të Republikës tonë në këto gara. Ku do në ta shihni këtë sport që ka arritur në Kosovë me pjesëmarrjen dhe vullnetin tuaj? Do doja që secili qytet i Kosovës minimalisht ta kishte nga një klub. Do doja që shifra e lojtarëve të jetë 3 shifrore, me qindra, mos flasim me 10, po para se gjithash do doja që ne të kemi kapacitete që të menaxhojmë asnjë një organizim më masovik të tillë. Qëllimi jonë është ky, qëllimi jonë është sa më masiv, natyrisht kur ka një numër të konsiderueshëm të klubeve, konkurrenca, puna do të jetë më e madhe, edhe më rrim të qëllimi kryesor që Kosovës do t'i sillë medalje nga garat ndërkombëtare.
Unë kisha pas shef mi po dhe në lojna paralimpike shumë shpejt, para sportisat dhe boqës. Kina me rëftu për lasë gjërës. Jem në këtë maraton që s'kemi me ndohë dhe 2028-ën, dorë zoti më rina poenat edhe të morën pjesë atje, e ta përfacojmë Kosovën që natyrisht është eventi që çdo 4 vjet është shumë i rëndësishëm për paralimpikët. Faleminderit shumë që ishit sot në studio dhe vend vërtet kalum tepër mirë. Duke i diskutuar këto gjëra pozitive, po ashtu duke i shtjellu edhe ato vështirësitë ku mundemi mi forcu këto. Faleminderit për ftesën. Urojmë që të kemi më shumë mbështetje pozitive, jo ato që thamurot, na nuk jemi viktim, po dojmë me shku për para për me sportit. Ishte kënaqësi pjesëmarrje në këtë intervistë, krejt në fund po du sashtu si që kam bërë në intervistat para proke, po du me thënë që fajtori kryesor për zhvillimin e botës Kosovës është Axha Luani, që kemi këtu, e po që me jetë gjatë dashur Zotit që sa më shumë brezave të ri t'ia jap vullnetin edhe për kushtimin e tij që e ka ndaj këtij sporti, ndaj kësaj kategorie. Kemi pas nasim ju pas të dyve, ju këto sot në studio. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17. Të deri në takim në radhës, mirupafshim.